Të nderuar besimtar, çdo njeri është urdhëruar nga ana e Zotit të gjithësisë që të kryej punë dhe vepra të mira. Çdo njeri, qoftë burr apo grua, është urdhëruar nga ana e Allahut subhanahu wa taala që t'i largohet harameve të ndryshme. Të gjitha punët, të gjitha veprat tona kanë nevojë për një çështje bazë, për një çështje bazike që tek Allahu të shpërblehen. Këtë çështje bazë dhe këtë çështje bazike në kryerjen e veprave tona është sinqeriteti. Pa sinqeritet njeriu lodhet kot. Pa sinqeritet njeriu I kryen punët e mira kot. Nëse njeriu në veprën e tij, në punën e tij të mirë, nuk ka sinqeritet për hir të Allahut të lartësuar, ky njeri lodhet kot. Sinqeriteti është çështja bazë, është çështja bazike e pranimit të çdo vepre. Çdo vepër të cilën e kryen njeriu, nëse e bën sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala, ky njeri do të shpërblehet maksimalisht. Edhe çdo vepër që e kryen njeriu, qoftë ajo e madhe sa qielli dhe sa toka, nëse nuk e bën sinqerisht për hir të Zotit, atëherë ky njeri nuk do të marrë asnjë lloj shpërblimi. Ky njeri nuk do të marrë asnjë lloj shpërblimi. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na është drejtuar për çështjen e parë kryesore, që është adhurimi I Zotit, dhe na ka thënë: ata, pra njerëzit, nuk u urdhëruan për diçka përveç se ta adhurojnë Allahun me sinqeritet. Nise sinqeritetin tënd qysh në fillimet e para, qysh në adhurimin e Zotit. Adhuroja Allahun e lartësuar sinqerisht. Adhuroja atë si Zot një vetë vetëm. Mos e adhuro Zotin, siç thot Allahu në Kur'an, kur ju ecën marr e adhurojnë Zotin. Dhe lumë ne për Zotin tonë. Kur ju prishet interesi e harrojnë adhurimin e Zotit. Jo, nuk është kjo e duhur. Adhuroja Allahun me sinqeritet. Është Zoti, është Allahu subhanahu wa taala, është krijuesi jot. Çka don më shumë ti edhe unë? Përmirësoje njëtin tënd, përmirësoje qëllimin e adhurimit tënd, përmirësoje qëllimin e punëve dhe të veprave të tua. A nuk thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se veprat vlerësohen sipas qëllimit? Veprat vlerësohen sipas qëllimit dhe çdo njeri do të marrë shpërblim ai sa kanë qenë qëllimi I tij I sinqert dhe I pastër me Allahun subhanahu wa taala. Le t'i pastrojmë zemrat tona. Le t'i pastrojmë zemrat tona. Po çka është sinqeritet? Sinqeriteti është shkalla më e lartë e lidhjes tënde me Zotin tënd. Sinqeriteti është shkalla më e lartë. Ashtu sikur se pejgamberi alayhis salam në hadithin e quajtur hadithi I Xhibrilit alayhis salam, kur Xhibrili vjen dhe e pyet Muhamedit alayhis salam, çka është imani, çka është Islami, në fund çka I thot? Çka është ihsani? Çfarë është ihsani? I tha pejgamberi alayhis salam për ihsanin, për t'i treguar shkallën më të lartë sinqeritetit. I thot: ta adhurosh Zotin sikur se po e shikon, edhe pse ti nuk e shef Zotin, Allahu të shef ty. Kjo është shkalla më e lartë e sinqeritetit. Ta adhurosh Zotin sikur se e shef. Po nëse ti edhe unë do ta adhurojmë Allahun sikur ta shohim atë, a do të shkonte në mend boje gabime? Po ti ruhesh nga gjunahet mos shofi njerëzit. Ti edhe unë ruhesh nga gjunahet mos me të pa njerëzit. E nëse do ta shifja Allahun, a do të bëhet gjunah ti edhe unë, kështu pra duhet me qenë musliman.
me adhuru Zotin, me ju bindë Zotit, me u kujdes në tokën e Zotit, sikur se po e shef Zot. Don me marr diçka që s'është jotja. Thuj nuk e marr. Kujt i thush? Thuj vetes tatë. O mirësim, nuk e marr se më shef Zoti. Don me u zëll me dikë, me u bind. Thuj nuk e bëj se më shef Zoti. Do me e sharë, me përgoju, e kështu me radhë. Thuj nuk e bëj se më shef Zoti i gjithësisë. Ky është sinqeriteti jot me Zotin e gjithësisë. Thret e zani, don me lënë namazin se ke punë. Thuj punës stop herë. Ka dalë herë se më shef Zoti që s'ko falet, dhe do t'jap llogari. Vjen vakti tjetër, thuj, po priti herë, se unë s'e kam i sinqert. Pse ka që i sinqert që e kam unë, që vinë në xhami herë një javë, që e shoh Zotin herë një javë, nuk është sinqeriteti këtu. Mos flasim për ato që vinë herë në vit. Sinqeriteti me Allahun është me thonë, po më Zot, po, ti je Zoti im, dhe unë du sinqerisht, jo vetëm me majën e gjuhës o Zot. O Zoti im, nuk të du vetëm me gjuhë, se të du dhe me zemër. Ky është sinqeriteti i vërtet. Allahu thot në Kur'an, ai i cili shpreson takimin me Zotin e tij, le të bëjë vepra të mira dhe mos i shoqërojë Allahut askënd në adhurim. Kujdes Allah. Ai i sinqert që e don Zotin, po e du Zotin, kam qenë filan vend i mirë, nuk je që e don Zotin. Kam shku ke mure e tu jam lutë. Po edhe në qabë me shku, me i thoj qabës, po i qabë, mjep të mira. Të dalë për i fejë. Aty të rishis se 4 orë të hapë për shakë. Nuk ta jep qabja. Po e ke sinqeritetin me Zotin tëtë. Po e ke fjallën, la ilahe, nuk ka të adhuruar. Nuk ka që i lutën dikujt, nuk ka që i mbështetën dikujt. Nuk ka që bëhen falenderuas, madhruas e dikujt, illa Allah. Përveç Allah, pra. Kërë sinqeritetin me Zotin tëtë. Ti rregullojmë raportet e zemrës tonë me Krijuesin. Ti bëjmë punët, adhurimet për hir të Zotit gjithësisë. Allah na ruaj nga e kundërta e kësaj, si e fajësia, gjuna e madh shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dini çfarë ka thënë? Tha pejgamberi alayhis salam, gjëja për të cilën i friksohem më së shumti umetit tim është shirku i vogël, pra idhujtaria e vogël. Është shumë e rrezikshme se nuk e kupton. Prandaj është kaq e rrezikshme. Se shirku i madh kush është? Me lut dikë tjetër pas Allahut, me adhuru dikë pas Allahut. Ne e dimë këtë, nuk e bëjmë. Po shirku i vogël, i thanë oj dërguar i Zotit, kush është shirku i vogël? Ç'është më e kuptuar? Tha pejgamberi alayhis salam, shirku i vogël, idhujtaria e vogël është riaja, është fajësia. Po fale mund se po më shef filon, po fale mirë. Sikur se të rregullum sot në gjes për sabah ngjarjen e dikujt, i cili po u falte, Allahu Akbar, duke u fal shpejt e shpejt në shtëpinë e tij. Ngjarja që sharate, nuk është ndoshta e vërtet. Po më ngjoj që u hap dera, kërcitja dera, thon po ndalu pak. Filloi të u fal më ngadal. Pra arsye fajësia. Kur jep selam fund shef kishte hyrë matë se më. A për ty u fal ai kaq mirë, thon? Po brapa, kështu është se ke zemrën e sinqert me Zotin. Nëse nuk e ke zemrën e sinqert me Zotin, kështu do pësosh. Do fale se po më shef filon, do fale se po së fala më shef familja, do agjeroj se më shef filani, do jep sadaka që më shofi filani, e kështu më radhë. Kjo është fajësia, është idhujtaria, ose ajo shirku i fshehtë. Ne duhet me pas shumë kujdes për këtë çështje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar shumë bukur dhe na ka thënë se do të ndizet zjarri me 3 kategori njerëzish. Dhe kjo është rrezik shumë i madh. Pse? Se fajësia e këtyre njerëzve, jo sinqeriteti i duhur i këtyre njerëzve. Çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Do të ndizet zjarri i xhenemit me dikë që ka dhënë pasuri. Ati kur e shef, jep pasuri ndërto xhami, jep pasuri, boj rrugë. Jep pasuri, bëj atë, bëj këtë, hap kuse për njerëzit, ndërto shtëpia, ti thu, mashallah, sa i mirë filan. Ty në xhenet e ka vend. Sikur se dikush e shifte dikë, që jep të shumë të ati e ke 3-4 shtëpi në xhenet. Po ti se di se si e ka sinqeritetin ai. Dhe çka thot pejgamberi alayhis salam? Do nizet zjarri me këtë që ka dhënë sadaka, Allahu na ruaj. Që ti kur e shef thu, po si ka mundsi, ti ka shumë ka kontribu.
Allahu do ta marrë këtë njeri do t'i thotë, o robi im, çka ke boti për mua? Është pyetje që do na e bëj Zoti i gjithëve. O robi im, çka ke boti për mua? Si do i përgjigje Zotit tjetër? Ky person do thotë, o Zot, unë kam dhënë shumë sadaka, Zot. Kam bërë atë, kam bërë këtë, kam ndihmu. Thotë Zoti, po për çfarë e bën? Pyetje e madhe. Për çfarë e bën? Për ty o Zot, thotë, alhamdulillah. Thotë Allahu kadhab, o mashtrues. E të rrej. Se e ke bërë që të lavdroj katunin. E ke bërë që të thonë njerëzit, o filani, sa jep, o dërvanës. Tu është sinceriteti. Sinceriteti është ajo që i ngrit vepra. Vallai me qeni sinqert, 1 lek me dhon, fiton më shumë se sa ai, i cili s'ka sinqeritet fare dhe ka dhënë miliardë dhe milion. Grupi i dytë tha pejgamberi alayhis salam, grup që e duan shumë njerëzit ta, hoxhallar, dietar, 72.000 koka hoxhallar do blua, çorrena, çka sa dush. Po hadithi çfarë thot? Një njeri i cili është i ditur, do të merret në ditë gjykimit, çka ke bërë ti hoç për mua? Thot Zoti i gjithësisë. Po Zoti më ka nda fjalën tënde, kam hyrë këtë vytbe, kam fol, kam bërë si burri mirë. Thot Zoti, po për çfarë bën për ty o Zot, që të lartësohet fjala jote, që të eci Islami? Thot Zoti, ik më mashtrues. Se po rren, se ti e ke bërë që thonë njerëzit, mashallah, hoç finali, sa i mirë është, na kënaqë zemrën. Ti e ke bërë me thonë, me të bërë me ftyrë, me bërë kërë me ftyrë, shumë rro. Sinceriteti. Po Allah merrni këtë, edhe të parin, edhe të dytin, zjarr. Allah na ruaj. Pse? Ose se ke bërë pra për sinceritet, se ke bërë për të dur. Prandaj duhet me i pastru zemrën. Prandaj duhet me thonë la ilaha illallah sinqerisht. Prandaj duhet me adhuru Allahun sikur pa e sheh. Grupi i tretë, kategoria lartë shumë, ka luftu, ka ra, ka tek në luftë. Njerëzit, mashallah filon, luftari i madh shumë, i guximshëm. Kur ta pyesi Zoti, po ti e filan, çfarë dhe për mua? Po do Zot, kam dhënë jetën, çfarë më dhon më shumë? Po do Allah këtë se ti po rren, o rren atë. Se ke bërë për mua, po e ke bërë me të lavdru katunin mbrapa, me të bërë busta lapidare kështu më rro. Se s'ke qenë sinqert. E lumë për ato i cili është sinqert. Lumë për ato i cili me sinqeritet jep sadaka, me sinqeritet e shpërndan fjalën e Zotit, me sinqeritet e jep jetën në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ta korrigjoj gjithë secili për nesh sinqeritetin e tij. Si ta arrijmë sinqeritetin? Si me e kap marrën e sinqeritetit? E para, njife Zotin tënd. Po ta njoh Zotin nuk bëhesh dyftësh. Nuk bëhesh njeri i pasinqert. Po ta njohsh madhështinë e krijuesit tënd. E dyta, mundohu që disa vepra ti fshehesh. Mos i publiko gjithë. E takon filanin në rrugë, si e se kalove mirë. Që ke bo? Jam falë më robë. O kënaqë të u falë. Që duhet me të rëgu ti që po falësh? Që ke bo? Një molla filon familje, ka i shletë. S'ke pëse të rëgon. Në disa raste duhet me të rëgu që më boj punë për bashkët, ama shumë raste tja, fshi pak ato punë të mirë. Që ta arri sinqeritetit, se po fillove lavdro këtu, lavdro atje, i iku sinqeriteti jo. Të rrofta ajo që po e bon. Se këtu pasaj del që po e bon që të lavdro njerëz. E treta, të bëjmë dua. Ta lusim Zotin që mos Zot, të bëjmë më për sinqert. Pejgamberi selam kur mbaronte namazin, mas i thonë dhe stakfirullah kështu në radhë, thoshte, o Allah ma mundësa që të falenderoj, të adhuroj dhe të madhuroj ty, ashtu si që tje meriton. A lutë Zot, o Zot, ma mundësa Zot që t'jemi sinqert. Se vallahi billahi nuk ka grinca se vapi ai që nuk i bën punën sinqerisht. Pejgamberi selam ka thënë, një njeri që bën punë sinqerisht, edhe kur han bukë që e bën për me fitu fuqi dhe me adhuru Zotit, për me fitu fuqi me ndihmu familjen e kështu me radhë, ky merr se vapi edhe kur han bukë. Le pasaj për punë të tjera. Pse sinqeriteti? Pse po e bën për hir të Zotit, të shqehem, maj familjen, të shqehem, bëj adhurim. Është shumë e rrezikshme çështja e sinqeritetit. Ne duhet me pastru zemrën, me bë dua o Zot, me sinqeritet. Me sinqeritet se vallahi na shkon punën kot. U lodha kot pastaj. Ka thënë dietar subhanallah, asgjë nuk është më e vështirë për mua se sa sinqeriteti. Sepse kanë thënë sinqeriteti ndryshon vazhdimisht.
Sot je sinqert, bën një punë për hir të Zotit. Nesër ndryshon sinqeriteti. Dhe çdo sinqeritet, çdo njeri i cili ka sinqeritet, si ta kuptoj këtë sinqeritet? Sinqeriteti ka disa shenja, të cilat na i kanë përmendur dietarët. Dhe ti përmendim së bashku i para. E para, prej shenjave të sinqeritetit, që ta kuptoj gjithsecili prej nesh, a jam i sinqert apo jo? Unë edhe ti. Shenjë e sinqeritetit, e para, je i njëjtë edhe në publik, edhe në vetmi. Publik, thu fjalën e Zotit, në vetmi përmend Zotin. Publik, lartëson fjalën e Zotit, në vetmi e lartëson fjalën e Zotit. Dhe jo e kundërt. Publik sjell zburi mirë tjetër on, kur je vetëm mes katër faqeve të murit, në bataninë tënde, një Zot e di çfarë bën. Nëse e bën këtë gjë të dytën, dije që si je sinqert, ndro rrugë. Dije që nuk je sinqert. Pika e dytë, kanë thënë, të mos ndikohesh nga lavdatat e njerëzve. Vjen dikush hohosh nga kënaqsh. Po the, mashallah sa i mirë. Që e kam i mirë shumë sot e kam kënaqsh. Dije që të kam. Vjen dikush thot, o valla, na ke kënaqsh me zonin e bukur që lexon Kur'an. Po filloj zemra të bëj tak, mashallah se puna ime s'ka, ike. Mos ndikon fare lavdatat e njerëzve. Për shembull, bën një punë publike. Vjen dikush thot, Allah është problem, keni një mu, keni shtu rrugë, keni bën shtëpia kështu me radhë. Aty fillon thua, mashallah sa mirë që e kam unë dije që je lëng kot. Mos të ndikojnë lavdatat e njerëzve. E treta, vazhdimi i veprave të mira edhe kur nuk të shohin njerëzit. Pra mos me bëu vepra të mira vetëm kur e merr vesh një fshalli, por me bëu vepra të mira edhe në fshehtësi. Me bëu vepra të mira edhe në fshehtësi. E katërta, mos ndihesh krenar për veprat e tua. Mos thush se unë s'ka. Mos me qenë unë hoxh me te xhami, kishe morë fund xhami. Po e thekte dhe e ke me gjithmen, dije që e lodh kot. Mos me qenë unë me te fshat kishin bua si punë të harit, e në gjimreq. Jo. Mos ndihesh krenar ti me punën tënde. Leva ta vlerësoj Zoti punën tënde. As njerëzit, as një farë. Përveç Allah dhe askush mos ta vlerësoj punën tënde. Se ka njerëz bëjnë punë të mira. Kur e shohin që njerëzit po e shajnë, ose po e kritikojnë, ose po i thojnë ai fjalë që si pëlqen, po dhe ikë se bëjmë. Ikë se bëjmë fare. Ati bën sebeb me u bë një shtëpi dhe njerëzit fillojnë shajnë ti ke vjedh. Njerëzit do flasin. Thonë ti ke vjedh. Ju keni shpërdoru fond. Ti thonë, unë bëjmë mua, çfarë shkoj sa ti mua. Unë bëjmë, më shosh më bë punë mirë ti mua? Jo. Fare, le thonë çfarë dojnë. Bëjmë i Zotit thotë. Do të përmendim inshallah dy raste të shkurtra dhe do ta mbyllim. Mos flasim për sinqeritetin e Muhamedit alayhis salam, se kjo është diçka që ne nuk e arrijmë, është diçka që është e jashtëzakonshme. Në kohën e Omerit, Allah i qoftë i kënaqur me të, Omeri ishte i parë shtetit. Dhe për burrave të mëdhenj që e kishin frikë sinqerisë të Zotit, ishte Omeri i cili dilte natën me pa gjendjen e popullit të tij. Se dinte përgjegjësinë që kishte para Zotit, dhe se ishte i sinqert. Dhe afrohet Omeri pranë një shtëpie, dhe po ngjon bisedën e nënës dhe vajzës saj, duke matur qumshtin. Po i thot nona të bijes, po i bija ime, shtojnë pak qumësh, shtojnë pak ujë qumshtit. E ti shtojnë pak ujë. Sikur se të dalin nga fukaradhiku, se ti huaj pak ujë qumshtit. I thot vajza, oj non, pa nuk i kanë gjuhë që Omeri ka thonë nëse ka dikë që i shton ujë qumshit, do dënohet? E thot, po leja Omeri, thot Omeri është në gjuhë. Ndërka Omeri po e në gjonë bisit. Ko e di Omeri që po bëjmë ne? E thot vajza e sinqert, oj non, nëse nuk e din Omeri, e din Zoti Omeri. Sinqeriteti i kësaj vajzë, sa që të regohet, pas kësaj ngjarje, Omeri djalin e tij e marton me këtë vajzë. Dhe nga këto të dy del Omer ibn Abdul Aziz, nga prisit e drejt muslimanëve disa vite më vonë. Sinqeriteti i kësaj vajzë. Pa nëse shef filani qef Zot, nëse shef ai që ma qumshin ka pa Zot. Prandaj kujdes me hapun e njerëzve.
Ngjarja e dytë ka të bëjë me disa burra. 3 prej tyre nisen në një udhtim gjallë dhe i zen shiu, futen në një shpellë që të strehohen prej shiut. Aty një bur i madh i zen derë, s'kishin nga me dalë, ngelën brenda. Vendosin që gjithsecili prej tyre ta lusi Zotin në ndonjë punë që e ka bërë fshehtë sinqerisht për Zotin. Njëri prej tyre i pari thot: "O Zot, ti e din o Zot që unë kam qenë shumë respektues ndaj prindërve të mi, dhe ta e kam bërë vetëm se për ty. Dhe nuk i kam ushqyer fëmijët pasi i kam ushqyer prindërit e mi. Sa që thot një natë kur kam shkuar në shtëpi, kam gjetë në gjumë prindërit. Ndërkohë që fëmijët po më kërkonin ushqim, unë nuk i ushqeja. Kam nejë aty thot derisa janë zgjuar prindërit e mi, respektin ndaj prindërve. Dhe i thot: O Zot, nëse ta e kam bërë sinqerisht për ty, largoja Zot të gur." Thot pejgamberi alayhis salam, kjo është hadith, nuk ka prallë im. Thot e largoi Zoti pa gur në s'mund dilshin dot. Aka mos i shahap sa ç'duhet. Thot po ti i dytë, çka ti bëni Zotit? Lutë Zotin. Se inshallah po e pranon Zoti lutjen për shkak të sinqeritetit tot. Thot: O Zot, ti e din o Zot që unë thot e kam lënë një gjunaf madh për hir tot. Cili ishte ky gjunaf? Thot: O Zot, ti e din që e kam dash një vajzë shumë që ajo t'ishte me mua. Dhe kalun kohë dhe erdhi një krizë e madhe. Dhe kjo vajzë nuk pranonte derisa erdhi kriza dhe mu drejtu dhe mu dorëzu mua kjo vajzë për shkak të krizës që ishte. Pasi ky ishte i pasur. Dhe pasi thot i mbyllëm gjithë dyert e dritare, më tha i fjalë të madhe. Tha: "Ki frikë Zotit. Ki frikë Allahun e lartësuar dhe mos më pret." Thot i thash: "Allah të rujt, ik dhe e lash gjunafin o Zot vetëm për ty." Thot. Nëse vërtet e kam bërë vetëm për ty o Zot, hape. Hape gurin e Zot që dalin nga këtu. Dhe thot Muhamedi alayhis salam, lëvizi guri prap. Subhanallah. Fushia e sinqeritetit. Puna e hajrit vetëm për hir të Zotit. Dhe lutet personin tretë dhe thot: "O Zot, ti e din që unë kam pas shumë punëtor dhe ja kam dhënë rrogën në kohën e duhur. Mirë po njëri prej tyre thot iku pa e marrë rrogën. Dhe pasurinë që do t'i jepja, unë e futa në punë dhe u shtu bereqeti nga kjo pasuri." Tha që kur erdhi thot pas disa vitesh, po nuk i thash ç'a lekësh do t'i hec ke rruga. Po i thash: "Po ke drejt. Ja ku i ke gjithë këto bakti këtu mirë janë tua." I thot: "Po unë s'kam lënë kaq shumë. Pak pasuri kisha." Po te pasurinë tate unë e futa në punë dhe u shtu pasuria sa u shtu, mirë se janë të tua. Thot: "O Zot, nëse e kam bërë për hir të ato, Zot largoje gurin." Dhe thot pejgamberi alayhis salam, u largu gurit derisa këto burra dolën dhe vazhdu në rrugën e tyre. Ky është rezultati i sinqeritetit. Allah na falë në mëshirë gjithëve, Allah e lartësuar na i pastrof zemrat tona, e lutem Zotin tonë na falë me prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarë dhe besimtarë kudo që janë. Zoti i gjithësisë i pastrof zemrat tona nga syfaqësia, Allahu na bëf sinqert, Allahu na bëf prej atyre të cilët jemi të drejtë dhe të mirë. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.